Shikues të nderuar, përshëndetje. Kësaj radhe në intervistën tonë kemi njërin nga kandidatët që do të garoj për komunën ndoshta dhe më të madhe në rrethinën e Shkupit, për komunën e Studeniçanit. Në studion tonë sot kemi mysafir kandidatin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Azem Sadiki. Zoti Sadiki, mirë se erdhët. Mirë se erdhëm, faleminderit për ftesën. Ju jeni dhe kryetar aktual i komunës Studeniçanit. Keni vendosur të garoni dhe për një mandat, të kërkoni besimin e qytetarëve dhe për një mandat tjetër 4 vjeçar. Cili në fakt është vizioni juaj për ta zhvilluar dhe për çuar më tej këtë komunë që e menaxhoni dhe tani për momentin? Po, është e vërtet, kisha fatin dhe kënaqësinë shumë madhe që të jem udhëheqës i komunës Studeniçanit gjatë këtyre 4 vite e gjysmë dhe gjatë këtij mandati unë dhe ekipi im jemi munduar që t'japim maksimumin që komunën e Studeniçanit ta bëjmë deri diku komunë që njerëzit, qytetarët e saj të kenë kushte për një jetë më të mirë, për një lëvizje të lirë dhe nuk bëhet ai krahasimi me komunat urbane, mirë po kemi dhënë gjithçka nga vetja që infrastruktura që ka qenë shumë e dëmtuar, shumë katastrofale, deri diku të realizojmë ato që ju pa ta dhënë premtime qytetarëve. Tash është edhe kërkesë e strukturës partijake, po edhe kërkesë e shumë qytetarëve tjerë, që unë përsëri të jem kandidat dhe këtë me kënaqësinë më të madhe përsëri e kam pranuar dhe oficialisht ne kemi mbajtur edhe kuvendin zgjedhor Degës, ku në mënyrë unanime kam pas përkrahje nga gjitha nëndegët e strukturës partijake, po edhe kam pas në kuvend shumë mysafir qytetarë që nuk janë të lidhur edhe bashkë partijakisht, mirë po më kanë dhënë përkrahje të fuqishme. Vizioni im është që të vazhdoj me punë, e kam vullnetin, e kam dijen, e kam kapacitetin, i di shumë mirë edhe mungesat e komunës Studeniçanit, po tash programi im për këtë mandat është në fazën përfundimtare. Unë si ide që i kam ato, do t'i jap, mirë po këtë e bëj për çdo ditë që i bëj takimet me qytetarët dhe dua që bashkë me qytetarët t'i caktojmë edhe prioritetet e atij programi që unë do ta paraqes kur të vjen edhe koha oficialisht që të fillon edhe fushata. Zoti Azem, cili është ai ndryshim, cilin qytetarët mund të presin nga ju që ta ofroni këto 4 vjet të ardhshme, prejudikoj nëse udhëhiqni përsëri këtë komunë? Po unë ma merr mendja se gjatë këtij mandati unë e kam ndryshuar deri diku Karshiakën. Unë kam arritur që vetëm Studeniçan diku ndërtoj rrugë lokale afër 5 kilometër. Dhe ende jemi duke vazhduar me ndërtimin edhe një rrugë tjetër. Ma merr mendja që deri në ditën e zgjedhjeve do të përfundojmë punët. Unë e kam ndryshuar rrënjësisht pamjen, dukjen e Batincës, Moranës. Kemi arritur që gjatë këtij mandati dukshëm ta ndryshojmë edhe pamjen e vendbanimeve malore. Kemi arritur që vetëm fshatin Svetov bëjmë 3.5 kilometra rrugë lokale, që nuk e ka asnjë komunë në rrethinë me asnjë kapaciteti. Vetëm fshatin Batincë, 6.5 km rrugë lokale, derisa kemi filluar edhe rrugicat anësore t'i rregullojmë. Kemi ndërtuar stazën përkombësor nga udhkryqi që lidhet Batinca deri në hyrje për deponinë Drislla, 4.5 km me ndriçim publik. Pamjet që kanë marrë vendbanimet e Karshiakës, unë mund të them që në disa lagje të Shkupit nuk janë ashtu. Më thonë, unë vetëm premtoj se ndryshimi që do të bëhet gjatë këtij mandati, do t'jap nga vetja maksimumin, do të bëjmë çmos që gjithë qytetarët e Karshiakës të krenohen edhe me udhëheqësinë e komunës, edhe me mua si kryetar, pasi që unë këtë punë e bëj me kënaqësi, e bëj me vullnet, pasi që mas shumti i dua qytetarët e Karshiakës.
ata janë njerëz të mirë, ata gjithmonë dinë ta përkrajnë, dinë ta vlerësojnë punën. Ma merr mendja se edhe kësaj radhe, ata vetëm se e kanë pa fillimin e ndryshimit, mirë po tek tani do të fillon ndryshimi rrënjësor. Tani kemi si ide që edhe kemi konkuru, kemi hartu edhe projekte shumë të rëndësishme për t'i ndërtu rrugët deri në fshatrat më të larta malësore, si projektimin gjatë këtij mandati do të mundohem maksimumin të jap që të ndërtojmë rrugën deri në Kitk. Aty ka vende shumë bukura që i duhet Shkupit një qendër turistike malore, pasi që është shumë afër qytetit Shkupit dhe aty do të ndërtojmë qendër turistike rekreative që të vinë jo vetëm qytetarë të Shkupit, po edhe nga gjithë Maqedonia. Nëse arrim që ta realizojmë, kemi konkuru në fondet IPA, dikon të afër 9.5 km rrugë lokale, i plotësojmë gjitha kriteriumet që kërkohen në atë konkurs, mandej do të jep kahje dhe zhvillim edhe komunës dhe do të kërkojmë që edhe të vinë investitorë të ndryshëm këtu që ta zhvillojmë edhe komunën, po edhe qytetarët e komunës tonë. Të lidhëm këtu i përmendet dhe vetë fondet e huaja. Njiheni si një nga kryetarët që i keni vrapuar dhe i keni fituar, keni aplikuar me projekte konkrete. Na i përmendni disa nga ato që janë realizuar gjatë këtyre 4 viteve. Prej se ekziston komuna e Studeniçanit, për herë të parë kemi arritur që gjatë këtij mandatit tim të thithim fondet ndryshme ndërkombëtare nga IPA fondet, i kemi fitu dikun 23 milion denar. Nga Banka Botërore grantin për rrugën Studeniçan dhe për rrugën në Moran, dikun 260.000 euro. Nga gjitha institucionet edhe të vendit, po edhe fondet që vinë nga jashtë, ne kemi trokit dhe përveç asaj që kemi konkuru me projektet konkrete, kemi qenë edhe shumë këmbgullës dhe kemi arrit që të fitojmë. Unë nuk kam paragjykime. Unë aty ku ka pas shpallje për financim të komunave, gjithkund kemi trokit dhe gjithkund kemi arrit që të marrim mjete dhe ato mjete të shfrytëzojmë për të ndryshu komunën e Studeniçanit dhe për të ndërtu projekte konkrete. Tash është në përfundim e sipër salla e sportit që po ndërtohet në oborin e shkollës në Studeniçan, e them hapta se është financuar nga Ministria e Arsimit. Dhe ajo sallë është dashur të ndërtohet shumë më herët, pasi që vetëm Studeniçan diku kemi afër 1500 nxënës dhe kushtet kanë qenë shumë të këqija. Tani është në përfundim e sipër ky projekt dhe po bëhet edhe një punë shumë e madhe. Absolutisht. Zoti Azem, cilat janë pritshmëritë tuaja? A jeni të bindur në një fitore, edhe për 4 vite të ardhshme të udhëheqni me Studeniçanin? Tash shife është mirë demokracia që zgjat mandati tash 4 vjet, po unë kur jam pushtet edhe dimishën, na i kanë zgjat mandatin edhe atëherë edhe tani. Më thonë jam pak më gjatë në mandat 4 vjet e gjysmë. Është mirë që ka kandidat edhe tjerë dhe të gjithë tjerët duhet të ofrojnë. Mirë po ma merr mendja se qytetarët kësaj radhe duhet të vlerësojnë edhe atë që kemi bërë përpara. Edhe ata që janë kandidatë, si kandidati nga Bashkimi Demokratik, ka qenë gjithmonë i kyçur në politikë, ka pas poste edhe drejtor, edhe deputet në ish mandatet e kaluara, po edhe të tjerët që janë kandidatë, unë gjithë i respektoj, nuk i nënvlerësoj, mirë po kësaj radhe kam bindjen se qytetarët në zgjedhje lokale, përveç bindjeve partijake, e vlerësojnë shumë se kush është edhe kandidat. Dhe ai që është kandidat, çka ka bërë edhe në të kaluarën, po tash unë e kam fatin dhe është një përparësi e imja, pasi që unë vetëm jam këtu dhe gjitha ato punët, gjitha ato premtimet që unë i kam dhënë në 2013, me një përqindje shumë të lartë, unë i kam realizu. Tash jam shumë i kujdesshëm në atë se çka do të premtoj, sepse përsëri duhet dalim dhe të ballafaqohemi me popullatën. Unë jam i bindur se fitoria ime duhet të jetë që në rrethin e parë, mirë po që se do të ngel që të vendoset në rrethin e dytë, atër përsëri
do të jemi gatshëm që të ballafaqohem edhe me kundër kandidatët, të shohim edhe programet e tyre dhe të bisedojmë për gjithçka. Dhe krejt për në fund, mos i mbesim bord qytetarëve, cila është porosia e Azem Sadikit për banorët e komunës Studeniçanit? Banorët e komunës Studeniçanit, unë i respektoj, sepse ne jemi me një përqindje dikund 70% shqiptar, është multietnike komuna e Studeniçanit, edhe dikund 19% turq, 9% bosnjak dhe një pjesë të tjerë. Gjitha ta kësaj radhe duhet vendosin simbas asaj se çka është bërë. Komuna e Studeniçanit ka qenë e lanë pas dore jo vetëm gjatë kohës demokracisë, po edhe në ish sistemin komunist ka qenë shumë komune lanë mas dore. Tani, komuna e Studeniçanit po ndryshon me hapa shumë të shpejt, nëse duan që ky ndryshim të përshpejtohet dhe mos ndalet, atëherë ju lutem që të më përkrajnë mu, sepse unë jam njeri që ata më njohin, sepse kam qenë unë kryetari i komunës edhe në një mandat 2000-2005, dhe gjithë kandidatët të tjerë duhet garojnë me programe dhe me platforma sakta, mos miremi me njëri tjetrin me ofendime, sepse qytetarët e vlerësojnë atë që e premton, po edhe atë që ke bërë gjatë mundësisë kur e ke pas, që të tregosh se çka ke pas mundësi të realizosh. Qytetarët e Studeniçanit kësaj radhe kam bindjen se duhet ta përkrajnë dhe ta vlerësojnë atë punë që është bërë deri tani. Zoti Azem, ne të falenderojmë për kohën e ndarë për intervistën tonë, shpresojmë t'ju kemi përsëri gjatë debateve që do të organizojmë. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj juve si medium, po ashtu jam i gatshëm që nëpërmes juve t'i njoftojmë edhe qytetarët e komunës Studeniçanit, po edhe ma gjerë. Do t'jemi gatshëm nëse keni mundësi të organizoni edhe debatet ndryshme me kundër kandidatët, unë do t'jemi gatshëm që të marrë pjesë. Faleminderit shumë për ftesën. Mirupafshim. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky kandidati për kryetar komune Studeniçanit dhe kryetar aktual i kësaj komune. Me intervista tjera, ne do të shihemi së shpejti. Pritet që në studion ton, gjithsesi në shërbim tuajin, shikues të nderuar, të kemi dhe gjithë kandidatët tjerë të cilët do të garojnë në për komunat e ndryshme, jo vetëm në Shkup, por në gjithë Republikën e Maqedonisë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.